Ryan Cherki pranë Manchester Cityt, marrëveshja personale u arrit. Manchester City dhe Ryan Cherki kanë arritur marrëveshjen për kushtet personale. Tash gjithçka që mungon është marrëveshja midis dy klubeve, Manchester City dhe Lyoni. Manchester City do të dorëzojë ofertën zyrtare te Lyoni brenda orëve të ardhshme për të përshpejtuar transferimin e lojtarit. Bisedimet midis dy klubeve nisën gjatë fundjavës dhe tash City po bën gjithçka për të mbyllur këtë goditje sa më parë. Cherki është vetëm 21 vjeç, është një nga talentet më të mëdhenj të Francës me 12 gola dhe 20 asistime këtë sezon. Dhe Pep Guardiola e do atë në skuadër që tash. Ky transferim mund të jetë një tjetër lëvizje e madhe për të ardhmen e Manchester Cityt. Kujtojmë që Manchester City brenda 48 orëve mund të mbyllë edhe tratativën me Milanin për Tijani Reinders. Na ndiqni për të gjitha përditësimet ekskluzive të Mercatos, mos u mbisni asnjë gjë nga lëvizjet e mëdha të verës. Bëni follow faqen, leni komentin tuaj dhe shpërndarni sa më shumë. Duhet të arrijmë të paktën 1000 persona deri në fund qershorit.